vetë si e shihni Portugalinë e këtij viti? Çfarë të bën më shumë përshtypje? Portugalia e këtij viti ka më tepër maturitet, më tepër eksperiencë, ka lojtarë të cilët kanë harxuar shumë energji deri në finalet të Kupës së Kampionëve, ku 4-5 lojtarë të cilët bëjnë pjesë në ekipin kombëtar, si Vitinha, João Neves, Nuno Mendes, Gonçalo Ramos, janë lojtarë të cilët erdhën pak më vonë. Po megjithatë, përgatitjet e kampionateve botërore bëhen në bazë të minutazhit të secilit lojtar dhe këtë për 2 lojrat e miqësore që trajneri i tyre edhe shpjegoi mjaft mirë në një intervistë, arriti t'i japi minutazhet e duhura për ta pasur gati 90% ndeshjen e parë, sepse duke filluar kampionati botëror edhe minutat rriten edhe ritmi i lojës merr, domethënë sipas interesit të lojës edhe sipas rëndësisë së lojës. Shpresoj që Portugalia të jetë në këtë grup në maksimumin e saj, por kam bindjen që me ekipin që ka, duhet I tregoj botës që në këto moment është pretendent mes atyre që janë më të fortët në kampionatin botëror. Megjithatë, arritja më e mirë në një botëror për Portugalinë mbetet vendi I tretë në vitin 1966 e ka arritur këtë. Ashtu sikurse e thatë edhe ju që objektivi I kombëtares, të paktën edhe për këtë edicion, mbetet deri në fazën gjysmëfinale. Pastaj çfarë do të arrihet më lart, domethënë janë jashtë perspektivave të Federatës Portugeze të Futbollit. Por si gjithmonë futbolli është surprizë dhe shpresoj që surprizat jetë pozitive për Portugalinë. Të paktën unë kështu e mendoj. Një fakt interesant, zoti Abazi, është se skuadra përbëhet nga shumë djem të rinj në moshë. Madje disa lojtarë të Portugalisë në botërorin 2026 kanë lindur pasi Ronaldo kishte debutuar tashmë me kombëtaren në vitin 2003. Pra, mund ta ndihmojë eksperjenca e një lojtari të një niveli të jashtëzakonshëm si Ronaldo, brezin e ri, talentin që po vjen edhe po shtohet te kombëtarja portugeze. Kjo është ajo që ne duhet të bëjmë edhe ke vendi jonë. Progresi midis gëshëtimit të gjeneratave. Unë kam parasysh në klubin ku kam luajtur, klubi më I mirë për mua, Dinamo, shkolla më e mirë e futbollit në Shqipëri, kishte këtë traditë të gëshëtimit të mirë të lojtarëve me eksperiencë, me lojtarë që akoma ndoshta edhe s'kishin lindur dhe luanin me lojtarë të tjerë. Kjo është domethënë edhe ke Portugalia. Ronaldo po tregon një shembull jo nga ana e kualitetit të lartë në moshën që ka, por nga solidariteti për t'i treguar të rinjve që futbolli është një profesion I cili do sakrificë, do punë, do program stëvitor dhe domethënë edhe shpirtin e kolektivit që pa kolektiv të mirë në futboll neve nuk mund të mendojmë që kemi një ekip kombëtar ose një klub ose një futboll me progres.